ligjore e cila shënon një hap të rëndësishëm për Shqipërinë tonë të përbashkët, për socialistë e për demokratë, dhe një hap që na afron ndjeshëm me standardet më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e eficiencës energjetike të ndërtesave. Dhe kjo është vijim i angazhimeve tona të marra para shqiptarëve dhe të votuar me shumicën e shqiptarëve në zgjedhjet më të mira që ka pasur ndonjëherë Shqipëria në këto 34 vite. Projekt ligji për performancën energjetike në ndërtesa është një reformë e thellë dhe që prek njëkohësisht qoftë sektorin energjetik, por dhe sektorin tjetër, atë të ndërtimit, si dy sektor kyç dhe tepër të rëndësishëm për ekonominë e Shqipërisë, por shtuar këtu dhe me vëmendjen dhe përkujdesen dhe e mjedisit dhe për jetën e përditshme të qytetarëve tanë që ne kemi nderin t'i përfaqësojmë në këtë sallë. Nuk kemi të bëjmë thjesht dhe vetëm me një rast tjetër të harmonizimit të legjislacionit ton në sektorin energjetik me atë që quhet aki komuniter të energjisë, por kemi të bëjmë me një transformim rrënjësor të mënyrës se si ne do të ndërtojmë këtë jetutje, se si do duhet jetojmë duke kursyer sa më shumë energji. Ky projekt ligj përafron dhe direktivën më të fundit të Bashkimit Evropian, sa i përket performancës energjetike në ndërtesa, dhe e informoj Kuvendin e Shqipërisë që jemi vendi i parë në rajon që po e bëjmë këtë gjë dhe po ashtu mund të hymë ndër grupin e parë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që po aplikojnë këtë vendim sa i përket performancës energjetike në ndërtesa. Pra, duhet ta themi, është një sipërmarrje ambicioze, sepse vendos disa kushte të reja sa i përket ndërtimit në Shqipëri. Ndryshe nga vendet e tjera të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor, ne po vendosim disa standarde të njëjta me ato të Bashkimit Evropian në sektorin e energjisë dhe klimës, sepse synimi i Shqipërisë është që të përmbyll procesin e antarësimit brenda vitit 2030 dhe Shqipëria anëtare e Bashkimit Evropian të jetë e gatshme që të performojë edhe në këtë sektor me të njëjtin ritëm dhe me të njëjtin standard sikurse vendet e Bashkimit Evropian. Këto standarde do të konsolidohen në mënyrë të dukshme përmes kësaj nisme, e cila ka si synim vendosjen e rregullave të reja për mënyrën se si ndërtojmë, por pa harruar dhe për mënyrën se si rinovojmë ndërtesat vjetra, duke vënë në themel dhe në qendër të vëmendjes eficiencën, pa harruar dekarbonizimin, po dhe komfortin dhe cilësinë më të mirë të jetës për qytetarët. Në themel të këtij projekt ligji dashur qytetar shqiptar që na ndiqni, qëndron edhe plani ynë kombëtar për rinovimin e ndërtesave. Kemi hartuar një strategji e cila mezi pritet nga shumë qytetarë që jetojnë në banesat vjetra, të cilat pesha e viteve i ka konsumuar, dhe synojmë transformimin e të gjithë stokut të ndërtesa publike dhe private, qofshin këto banimi apo jo rezidenciale, për t'i kthyer në 20 vitet e ardhshme në ndërtesa me konsum minimal energjie. Plani i qeverisë shqiptare është vendosja e objektiveve të qartave për vitet 2030-2040 për të mbështetur një rrugë të Shqipërisë drejt asaj që në aspektin ose në gjuhën teknike quhet neutraliteti klimatik.